Miq të FSHV-TV, mirë se erdhët në Analizë Superiore. Do jemi si çdo javë për të diskutuar lidhur me elitën e futbollit shqiptar, me gjithçka ka ndodhur në një këndvështrim disi më ndryshe. Më interesant, por do të jemi hap pas hapi për të përcjell 5 takimet e javës së 28. Është zhvilluar pikërisht një nga javët më interesante, është zhvilluar java e parë e fazës së 4, e cila ka prodhuar rezultate mjaft interesante, të cilat e kanë bërë kampionatin akoma më të luftuar. Por para se të kalojmë tek sfidat specifike, do doja të falenderoj si gjithmonë Xhen Tugun, i cili është prezent në Analizë Superiore për të na sjellë këndvështrimin ndryshe dhe më të veçantë. Është kënaqësi gjithmonë për mua, Jurgen, dhe është shumë e vërtetë dhe tani kampionati ka hyrë në fazën e fundit, por gjithashtu më e nxehta, sepse është bërë gara mjaft interesante, qoftë për Kreun, qoftë për vendin e katërt ose kush do të qëndrojë në kategorinë superiore. Sigurisht do jemi hap pas hapi, megjithatë kam përshtypjen që edhe tifozët kanë patur mundësinë për ta përcjellë të gjithë këtë javë të 28, sepse janë shpërndarë ndeshjet nga e premtja në të diel, në orare të ndryshme, e ka bërë dhe më interesante në një farë mënyrë Federata Shqiptare e Futbollit dhe i ka dhënë mundësinë gjithëve për të mos humbur asgjë nga biznesi superiore. Futbolli është gjithmonë i bukur dhe kush ka mundësi ta ndjekë, koha ka qenë gjithashtu e bukur. Kështu që koha, orare të ndryshme, që secili ka pasur mundësi të ndjekë vetëm ekipet e zemrës, por gjithashtu edhe skuadrat e tjera që janë pjesë e kampionatit. Sigurisht do ndalemi hap pas hapi tek 5 takimet e javës së 28, por fillimisht ndjekim rezultatet dhe renditjen me takimet që kanë nisur që ditën e premte me super sfidën mes Egnatias dhe Vllaznisë, zhvilluar në stadiumin Egnati Arena në Rogozhin, ndërkohë që më pas është luajtur Tirana Bylis, Flamurtari Elbasani, Vora Partizani dhe Dinamo City Teuta. Një barazim pa gola në finalen e sezonit kaluar në përballjen e fazës 4 mes Egnatias dhe Vllaznisë. Tirana merr një fitore shumë të rëndësishme përballë Bylisit. Flamurtari nuk arrin dot të përballojë ritmin e Elbasanit që ka arritur të marrë vendin e parë. Vora barazon 2-2 me Partizanin duke ndalur dhe vrullin e demave, ndërkohë që Teuta merr një fitore shumë të rëndësishme përballë Dinamo City që e bën një farë mënyrë dhe garën për Final Four akoma më interesante. Se takon klasifikimit, Vllaznia kryeson në kuotën e 52 pikëve, po aq dhe Elbasani që tashmë ka arritur që të rikuperojë diferencën që pati vetëm 2 javë më herët, Egnatia në vendin e 3 me 50 pikë, Partizani në vendin e 4 me 43 pikë, Dinamo City në vendin e 5 me 39 pikë, Teuta ndjek në vendin e 6 me 37 pikë, më pas Bylis në vendin e 7 me 27 pikë, po aq dhe Vora në vendin e 8, Tirana në vendin e 9 me 24 pikë dhe mbyll klasifikimin Flamurtari po në kuotën e 24 pikëve. Dalemi paksa tek panorama e përgjithshme. Një barazim mes Egnatias dhe Vllaznisë e shfrytëzon maksimalisht Elbasani duke marrë fitore ndaj Flamurtarit. Teuta mund Dinamo Cityn dhe afrohet me zonën Final Four. Duket sikur betejë do të jetë e hedhshme deri në javën e fundit. E tham, po siç e përmendëm dhe shpash, tamam e hedhshme dhe në çdo front, sepse kudo ekipet kanë një arsye për të luftuar. Tek Egnatia ndoshta mund të shqetësohen disi, sepse nuk i kanë marrë akoma fitore në parë për këtë kampionat Vllaznisë në 4 ndeshje. Të dyja ekipet tashmë praktikisht janë pothuajse aty në Final Four. Kështu që do jetë shumë interesante për të ndjekur nëse kur të luajnë ndoshta edhe me njëra tjetrën në këtë sfidë. Ndërkohë edhe vendi i 4 që mund të ngushtohet ose mund të zerohet edhe diferenca. Ndërkohë që tek vendet e fundit tashmë i ndan 4 ekipe 3 pikë nga njëra tjetra dhe është nga momenti në moment gjithçka ndryshon. Dhe jo vetëm këtu, po edhe te vendet e para, sepse nëse siç e the edhe ti, nëse Vllaznia kishte krijuar një farë diferencë, tashmë me 2 rezultate negative, 2 fitore rresht Elbasanit dhe gjithçka barazohet. Nuk dihet se si do të shkojë ky sezon i rregullt, por me sa duket do të ketë shumë emocione. E natyrisht për të theksuar edhe formati Final Four e bën akoma më interesant sepse do të përgjysmohen pikët. Nëse ne shohim aktualisht diferencën mes Vllaznisë dhe Egnatias, që është vetëm 2 pikë, do të jetë vetëm 1, sepse do të përgjysmohen pikët dhe do të merret mesatarja më e vogël nëse numri është tek. Pra nga 52 do të jenë 26, nga 50 do të jenë 25 dhe 3 javët e Final Fourit do të jenë spektakolare. Po gjithsesi unë them që ti marrim një nga një, nisem pikërisht nga sfida më interesante e zhvilluar ditën e premte, pikërisht ajo mes Egnatias dhe Vllaznisë. Fillimisht përcjellim ato statistikat që kanë nxjerr detajet interesante të kësaj përballje, tabelën e punuar me shumë kujdes. E punuar së bashku, për të krijuar një ide disi më të qartë për atë çka ka ndodhur dhe çfarë ka prodhuar kjo përballje. 0-0 rezultati, nuk pati asnjë gol të shënuar, ndërkohë që expected goal 1.09 Egnatia, 0.57 Vllaznia, një statistikë që ndoshta tregon edhe pak kujdesin e tepruar për të dyja skuadrat. Gjuajtjet dhe në port 12-3 për Egnatian, 8-1 për skuadrën e Vllaznisë, mbajtja e topit 58% Egnatia, 42% Vllaznia, duelet fituara 117 Rogozhinasit, 111
shkodranët, një ekuilibër dhe në këtë drejtim, goditje nga këndi dhe tentativa 3 për Egnatian, 2 për Vllaznin, asnjëra nuk ka finalizuar siç duhet. Dueli ajrore 25-30, faula 14-22 dhe topa të rekuperuar 105-98. Duket sikur edhe statistikat Joen sjellin një panoramë që i përligj rezultatin, apo jo? Po, deri diku po, pavarësisht se tek rastet e krijuara, rastet e Egnatias kanë qenë disi më të pastra dhe gjuajtjet që kanë shkuar në port, prandaj është edhe ajo lloje përsie të golat e pritshëm. Megjithatë edhe Vllaznia është ekip solid, është ekip që u mundua të tregoj personalitetin e saj dhe ndoshta më kënaqur mund dal nga kjo përballje sepse në fund ditës nuk ka dal me pik nga fusha kundërshtare. Theksove një detaj interesant pak më herët që Egnatia në 4 përballjet e këtij edicioni, kësaj ecurie nuk ka mundur dot t'i marrë asnjë fitore skuadrës së Vllaznisë, kryesuesit të kampionatit. Ekipi kampion përballë skuadrës që po marshon në krye të klasifikimit, ndërkohë që është mjaft agresive. Skuadra e Lirë Tetovës është e aftë për të krijuar episode edhe nga rivënjet anësore. Është pikërisht dhe episodi i parë që kemi zgjedhur për të analizuar, është rasti i parë minutës së 15, gjithçka nis nga një rivënje me duar. Po, dhe është pikërisht ajo se çfarë ne duam tregojmë, sepse janë çdo gjë shumë e rëndësishme në futboll sot, dhe duke filluar madje edhe nga rivënjet anësore. Dhe disa nga rastet më të rrezikshme të Egnatias, sidomos edhe në pjesën e parë, kanë ardhur pikërisht nga rivënjet anësore. Këtu është një top që ishte rivënia anësore e Vllaznisë, top i humbur dhe menjëherë Egnatia që shkon të sulmojë përpara duke krijuar një rast mjaft të rrezikshëm për gol që në fillimin e ndeshjes, le të themi. Është skuadër agresive, e pam edhe tek statistikat që është tepër aktive dhe në lojën 1-1, ndërkohë që pavarësisht faktit që skuadra kundërshtare ishte ajo që e nisi lojën, edhe në episodet kur është vetë zotruese e topit, arrin që të krijojë mundësi interesante dhe mundësi me potencial për të çnuar. Egnatia është një ekip që bën shumë mirë edhe pressing, sepse nuk lejon shumë pasime edhe nga ana e kundërshtarit. Pra do të lejoj sa më pak për ta marrë topin dhe pastaj ta kenë ata vetë në zotrim. Tashmë kanë kohë që kanë krijuar dhe trajneri ka vite që është aty, kanë krijuar fizionominë e tyre të lojës dhe po dalin mjaft mirë, kanë arritur madje të krijojnë shpesh herë edhe me ekipe raste, pavarësisht se rezultatet ndoshta nuk kanë shkuar gjithmonë siç ata mund të kenë dashur. Pikërisht ky presion mos është ndoshta një karakteristike e Rogozhinasve, duke lidhur pak edhe me episodin e dytë, me rastin e radhës që ishte i njëjtë me atë të minutës së 15, ku nga një rivënje me duar për skuadrën shkodrane krijohet një tjetër mundësi për Egnatian. Po, është e saktë dhe kërkesa për ta pasur gjithashtu topin në zotrim sa më shumë tjetë e mundur. Këtu ekipi duket që është ngjitur lart, ka menjëherë kërkojnë të fusin topin në zonë duke ndryshuar krahun, nuk ja dalin dot. Megjithatë, ajo çfarë vëret në këtë aksion është pikat kyçe që janë sulmuesit. Në këtë rast është Adjesa i cili do ta marrë topin me kurizë për të pritur më pas një mbi pozicion ose një prerje të shokut skuadrës. Dalje, ndërkohë që nga krahu tjetër vjen po njëjta gjë, është Jahaja dhe ndërkohë Ruçi që menjëherë bën mbi pozicion, ndërkohë që Jahaja e mban topin, duke krijuar gjithashtu një rast tjetër të rrezikshëm në portën e Shkodranëve. Pra ishte diçka që me sa duket ishte e studiuar nga ana e Lirë Tetovës, bëhet dhe shpesh me fushorët që kërkojnë të bëjnë mbi pozicion, ndërkohë që sulmuesit arrin të mbrojnë topin me shpinë, duke krijuar një lloj epërsie aty me anë të depërtimeve në zonë. Egnatia duket sikur nuk është ajo skuadër 2 sezoneve të mëhershme kur arriti të fitojë titullin kampion, por mbetet një nga pretendentët kryesorë, sepse diferenca është shumë e vogël me Vllaznin dhe me Elbasanin. Ndërkohë, përmendet pak filozofinë apo fizionominë që i ka dhënë Tetova kësaj skuadre, duke qenë se ka një periudhë të konsiderueshme në krye të skuadrës. U duk edhe në episodin e radhës që do të analizojmë së bashku, sikur skuadra ka ndërtuar një mekanizëm, nis që nga një rivënje fundore, episodi i radhës që ne kemi përgatitur për të shkuar tek një tjetër mundësi për ekipin e Egnatias. Po, në ndryshim nga Rogozhinasit, Shkodranë kërkojnë të jenë më direkt në lojën e tyre dhe këtu po të shikojmë të dyja ekipet në këtë rast janë munduar, kanë shkuar ca nga një raport në tjetrën. Egnatia sapo ka marrë topin në zotrim, menjëherë ka shkuar drejt portës dhe duke arritur të krijojë një tjetër mundësi shënimi.
Pikërisht, interpretimi i lojës gjatë një situate të vështirë të kundërshtarëve. Në rastin konkret, skuadra Vllaznisë është një nga ekipet që ka shënuar më shumë dhe ka krijuar më shumë raste. Ndoshta ky pressing është episodi apo karakteristika që e bën më të veçantë, e bën më kërkues ekipin e Edi Martinit, është pikërisht lidhur edhe me rastin e katërt. Pressingu i shpeshtë, i vazhdueshëm, gjatë gjithë lojës, për shkak sepse edhe në pjesën e dytë ritmi ishte i njëjtë, si episodi minutës së 51 apo edhe më tej. Ky është një rast i pressingut 1-5-3-2 nga ana e Vllaznisë ndaj Egnatias, por megjithatë vetëm me anë të një ndrim krau ndoshta pressingu nuk u ndoi aq mirë nga ana e shkodranëve. Rogozhinasit arritën të dalin përpara. Edhe duke ndërtuar edhe më njëherë Vllaznia vendos të kthehet në blok të mesëm për të mbyllur hapësirat që çojnë pastaj rrjedhimisht drejt portës së saj. Ndërkohë në krahun tjetër, mund të themi se lufta është paqë fortë edhe për mbijetesën. Ishte një betejë mes Tiranës dhe Bylisit, një finale vërtet shumë e rëndësishme për skuadrën bardhë blu. Arriti që të marrë një fitore të madhe, sepse e bën akoma dhe më interesante garën për mbijetesë. Një ndeshje e cila solli vetëm një gol të realizuar nga Tabeku në përballjen mes Tiranës dhe Bylisit, një lojtar i cili në fakt u aktivizuan nga Stoli, shënoi golin dhe më pas doli i dëmtuar, luajti vetëm 9 minuta. Po me çau tha kishte pasur probleme dhe gjatë javës në stërvitje, por arriti që të lërë shenjën e tij në ndoshta një nga përballjet më të rëndësishme të Tiranës në këtë sezon. 1-0 rezultati, expected goal 0.43, do të thonë, do të ndalemi pak tek ky episod. 0.81 skuadra Ballshote, gjuajtje dhe në portë 8-3 për Tiranën, 9-2 për skuadrën e Bylisit, mbajtja e topit 54%, 46% në favor të bardhebluve, duelet të fituara 85-95, goditje nga këndi, asnjë për Tiranën, vetëm një për Bylisin, ndërkohë që duele erore 19-9, faula 15-10 dhe topa të rikuperuar 76-90. Duket sikur Tirana Xhohen ka arritur që të fitojë me një gjysmë mundësie, sepse expected goal ka qenë shumë i ulët në këtë përballje. Është e vërtetë që ka qenë i ulët dhe Bylisi ka pasur një lloj e përsërje në këtë përballje dhe për sa i përket statistikave. Megjithatë, mua ajo çfarë më ka bërë përshtypje për shembull këtu krahasuar me ndeshjen e Egnatia Vllaznia ishte numri më i pakët i dueleve nga të dyja ekipet dhe që ishte gjë diskutueshme, pra do të thotë pak a shumë që të dyja ekipet ishin në pritje, nuk vendosin të shkonin të futeshin për të marrë topin ose ishin më shumë në pritje të kundërshtarëve se çfarë do të bënin për të shfrytzuar më pas mundësitë e tyre. Por Tirana me ato gjysmë mundësie, me ato 10 minutat e Tabekus, arriti të shënoi një gol i cili do ta diskutojmë edhe më vonë, nuk kishte rasti sepse ishte diçka që kemi parë edhe javët e fundit edhe me ndryshimin e trajnerit që Orges Shej. Ndërkohë që edhe për Bylisin ishte një ndeshje shumë e rëndësishme, teksa episodi i parë lidhet pikërisht me një mundësi të skuadrës Ballshote, që në fillimin e lojës ishte agresiv, pavarësisht se luajë në kryeqytet me Selman Stërmasi. Skuadra e Bylisit arriti që të vërë në vështirësi një farë mënyrë Tiranën. Po, dhe këtu shikojmë me njëherë presingun që ushtron ekipi Bylisit tek lojtarët që ndërmbrojtësat e Tiranës, sepse Tirana ishte një moment duke ndërtuar me 3, duke i kërkuar të mbyllur më njëherë hapësirat dhe Tirana mundua të qarkullonte disi, madje duke rrezikuar edhe me portierin Bekaj, por Bylisi me anë një presingu të mirë arriti të marrë topin dhe pas e daljet mirë të Markut arritën që të krijojnë një mundësi mjaft mirë shënimi, që erdhi si pasojë pikërisht e këtij pressingu. Shikojmë gjithashtu edhe 4 lojtarë më njëherë në zonën e Tiranës. Nuk është gjë e vogël edhe për një ekip që udhton që sulmoj me kaq shumë lojtarë brenda zonës. Gjërat nuk shkojnë, kryas nuk u shfrytzuar siç duhet edhe sa ka ndryshuar Bylisi në lojën e tij pas merkatos janarit, sepse është një skuadër që ka patur më shumë ndryshime krahasuar me skuadrat e tjera, ndoshta edhe me Tiranën, të dyja bashkë kanë patur një lëvizje shumë gjerë. Pavarësisht se merkatoja dimërore konsiderohet si riparuese, të dyja kanë ndryshuar fytyrë. Ndikon fakti që i duhet ende kohë skuadrës për të konsoliduar? Është gjithmonë ndodh kjo, por trajneri Bylisit Mirel Ljosa është një trajner ekspert i futbollit shqiptar. Dhe
konceptet e tij më arrin të transmetoj me çfarë kanë parë dhe unë tek lojtarët gjatë kësaj kohe pasi janë shitur disa nga lojtarët kryesorë të tyre. Është munduar të ruaj fizionominë e ekipit dhe duhet të thënë që rezultatet kanë qenë aty edhe me dy fazat e para, ashtu kanë qenë pak a shumë edhe në fazën e tretë. Asnjëherë nuk është e lehtë që sidomos kur të ikin disa lojtarë në merkatin e janarit, sepse është edhe vështirë për të zëvendësuar, megjithatë kjo është pastaj një strategji e ekipit, të cilët do të flasin persona kompetent, por në lojë nuk është se ka pasur në një diferencë të madhe në disa raste kanë arritur të luajnë edhe më mirë se më përpara. Edhe ndaj Tiranës në fakt patën një mundësi vërtet shumë mirë në episodin radhës që do ta ndjekim, është pikërisht një shtyllë e skuadrës së Bylisit. Është episodi i dytë i përzgjedhur për këtë sfidë, minutën e 57, nis me një top kontrolluar nga Tirana, por është një tranzicion shumë i shpejtë sepse edhe ekipi i Tiranës ishte duke sulmuar me forca të shumta përpara dhe ngel me 2-3 lojtarë mbrapa. Ndërkohë pasi tranzicioni kundër sulmi shumë të shpejt nga ana e ekipit ballshot arrit të krijohet një rast shumë i mirë shënimi, ishte një shtyllë që kjo mund ta çonte ndeshjen nga krau tjetër, ndoshta është një nga rastet që ka rritur dhe expected goal, sepse ka qenë me të vërtetë ishte një rast që ishte vetëm me portier, kishte vetëm portierin përpara dhe gjuajtja përfundoi në shtyllë. Tirana në anën tjetër arrin të marrë një fitore vërtet shumë të rëndësishme me Tabeku që bëhet heroi i kësaj sfide. Orges Shehi duket sikur po arrin të ndryshojë në një farë mënyrë edhe identitetin. Do të jetë vështirë në aspektin psikologjik për një skuadër që të bëjë diferencën në këto pak javë që kanë mbetur? Ai është një trajner që njeh mjaft mirë ambientin e klubit, por këtu në këtë rast për shembull shihet mjaft mirë që topi vertikal që kërkon trajneri dhe menjëherë sapo arrit fitohet topi i dytë nga ana e ekipit Tiranës, Tabeku menjëherë është gati për të nisur përpara. Këtë rast e kemi parë për shembull edhe me Xhixhën në javët paraardhëse, i cili menjëherë kur shikohet që topi fitohet sidomos aty në mesin e fushës, shkojnë menjëherë qoftë Xhixhën qoftë Tabeku nëse janë të dy në fushë, që menjëherë kërkojnë të sulmojnë thellësinë dhe kërkojnë të kapin të papërgatitur mbrojtjen kundërshtare. Do ta vuaj paksa Tirana këtë pjesën që e ka të vështirë të krijojë, sepse expected goal ishte shumë i vogël, më pak se 0.5 është një tregues që diçka nuk shkon, sa do ta penalizoj në të ardhmen. Duhet mbetet për tu parë, sepse tashmë atë ndoshta ata po mundohen të jenë sa më shumë cinik, edhe te Tirana ndoshta ajo synimi kryesor mund të jetë që të marrin pikë, të mos dalin të humbur nga asnjë përballje deri në fund të kampionatit. Kështu që mund të jetë ndoshta edhe një zgjedhje e vetë trajnerit duke parë edhe klubin, sepse është e vështirë të menaxhosh një ekip që ka trashëguar, që ka nisur kampionatin, ta marrësh pothuajse në vetëm për një fazë, gjërat ndryshojnë, kështu që tashmë mbetet vetëm të shohim se si do menaxhojnë ndeshjet, sidomos tani këto javët që pas ardhse, sepse janë dhe ndeshje direkte për të mos rënë nga kategoria. Qofse Tirana arriti të marrë një fitore të rëndësishme përballë një rivali direkt, flamurtari nuk po gjen dot stabilitetin, edhe pse arriti që të marrë një fitore të rëndësishme një javë më herët ndaj Vllaznisë, e pati tepër të vështirë përballë Elbasanit në shtëpi, luajti një ndeshje vërtet shumë të mirë, por ishte një sfidë e cila prodhoi gjithçka e në fund një rezultat që i shkon mjaft mirë Elbasanit, që në krahun tjetër arrin që të marrë vendin e parë. Një ndeshje mjaft interesante, shkojmë një herë tek statistikat për të ecur edhe me ritmin. 1-2 rezultati i kësaj sfide. Raman shënoi në minutën 65 për flamurtarin, ndërkohë që Lejthia ishte protagonisti kryesor tek Elbasani me golat e shënuar në minutën e 6 dhe në minutën e 63. Expected goal 1.03 për flamurtarin, 2.12 për Elbasanin, gjuajtjet dhe ato në portë 8-3 për flamurtarin, 12-5 për Elbasanin, skuadër agresive dhe që prodhon. Mbajtja topit 57 me 43% në favor të kuqezimve, duelet fituar 106-92, goditje nga këndi dhe gjuajtje 1-0 për flamurtarin, një goditje nga këndi, por që nuk u konkretizua me goditje, ndërkohë që në anën tjetër Elbasani ka patur 3 goditje nga këndi dhe të treja ka arritur që të krijojë mundësi, ka arritur që të tentojë goditjen. Dueli ajrore 20-15, faula 23-17 dhe topa të rikuperuar 69-82. Ndalemi pak tek goditjet standarde sepse është një statistikë shumë interesante. 3 mundësi, në të treja goditje nga këndi, Elbasani është i rrezikshëm dhe prodhon. Dhe shënon. Dhe shënon sepse do ta shikojmë edhe se është një nga klipet që ne kemi zgjedhur për ta analizuar. Ishte me të vërtet është diçka për të studiuar, goditjet standarde. Përmendëm çfarë deri vëndet anësorë sepse dhe ato futen pjesë goditjeve standarde, është lojë jo aktive.
Tashmë ekipet nëpër botë kanë edhe trajner posaçërisht vetëm për goditje standarde, ndërkohë që te Elbasani kanë arritur që ta shfrytëzojnë mjaft mirë ku një sasi e konsiderueshme golash kanë arritur të ardhur nëpërmjet kësaj mënyre loje, le të themi. Flamurtari gjithashtu pati një penalti, e cila nuk u konkretizua dhe u godit 2 herë madje. Madje u godit 2 herë, dhe prandaj dhe numri i expected goal është një pikë, po ishte pak më i lartë sepse mund të ishte më i ulët edhe pa të penaltin. Megjithatë, nuk arritën dot të dalin me pikë nga vlora kësaj radhe. Por i kishte ide të qarta sepse që në minutën e dytë pati një mundësi vërtet shumë mirë me Maksutin. Episodi i parë që kemi përzgjedhur për treguar edhe mënyrën se si Flamurtari e kishte nisur këtë sfidë. Ishte mënyra e ndërtimit të Flamurtarit me Maksutin i cili hapet në krah duke më pritur më pas duke luajtur shpejt për Todorovskin dhe menjëherë shikojmë Flamurtarin i cili sulmon me shumë lojtarë në zonë. Kjo fatkeqësisht për ta nuk arriti dot të konkretizoj me një gjuajtje të saktë sepse rasti krijuar me Maksutin që u hap, Todorovskin që u fut nga brenda praktikisht, nuk bëri një mbi pozicion. Dhe sulmimi i zonës me disa lojtarë nga ana e ekipit Kuqezi. Po atë çka nuk e bëri dot Flamurtari realizoi Elbasani në krahun tjetër vetëm 3 minuta më vonë, pikërisht për dalë përsërit e goditjes standarde dhe goditja e këndit që solli dhe golin e parë të Jonathan Leithis. Rasti i dytë i përzgjedhur, skema aplikuar. Ishte diçka e studiuar sepse menjëherë shkoi një lojtar aty në afër goditjes së këndit, dolën 2 lojtarë flamurtar dhe në zonë po të shikojmë është që situata e krijuar 6-5, e cila në favor të Elbasanasve dhe arritën që të shënojnë një gol i cili dha e përsin që në fillim të ndeshjes. Këtu sigurisht ka, asaj ndoshta ekipi flamurtar e di më mirë se si kanë vendosur të mbrojnë goditje standarde, por ka pasur një gabim tek rreshtimi i tyre sepse ka dalë -1 pikërisht në duelin në brenda zonës që aty është pjesa më rrezikshme. Por nga ana e Elbasanit pastaj një skemë realizuar në mënyrë perfekte. Po kam përshtypjen që jo vetëm tek goditja standarde, por dhe ndërtimi i kësaj sfide ishte bërë me shumë kujdes nga ana e Ivan Gvozdenović. Edhe në episodin e radhës në minutën e 8 tregohet pikërisht vendosja e skuadrës verde blu në këtë sfidë, është episodi i 3 që kemi përzgjedhur për këtë ndeshje. E tregon një farë mënyre se sa kompakt është kjo skuadër, nis gjithçka nga topi i kontrolluar nga Jana Çek. Po, në pjesën e ndërtimit është pikërisht Kasa i cili shpesh herë në pjesën e parë ka shkuar të sulmoj duke ecur përpara me topin. Shikojmë menjëherë pastaj sulmin me mesoshorin e Elbasanit që hapet në krah dhe ekipi verde blu vetëm me anë të 3 ose 4 pasimeve shkon menjëherë dhe shumë afër ekipit zonës së rrethësisë të ekipit kundërshtar. Flamurtari duke sigur prodhon, krijon, shpërdoron shumë sepse të shpërdorosh 11 metrash 2 herë është diçka që dikon shumë. Do ta ketë vështirë në këndvështrimin tënd për atë çka dhuron çështjen e mbijetesës apo beson se i jep besim pikërisht mënyra se si aplikohet loja e kësaj skuadre. Tani varet edhe shumë se si është ambienti, se si do jenë të aftë ta përballojnë momentin e vështirë që krijuan duke marrë parasysh humbjen me Elbasanit, ata vinin nga një fitore me vllaznin, po të dinin paktën me një pikë nga kjo përballje, ndoshta do ishte diçka më qetë tek ta. Por është çështje e reagimi dhe tani është momenti që duhet të thënë o sot o kurrë dhe çdo ekip, siç e thamë edhe në fillim të emisionit, çdo ekip është në atë gjendje, sepse çdo ekip ka diçka për të luajtur dhe diçka për të marrë nga ky kampionat. Mbetet për të parë se si do të shkojë situata tek vlenjatët. Në anën tjetër Elbasani, duket sikur ka stabilitet më shumë se pjesa tjetër e skuadrës, vendon se ka patur edhe skuadra e Gvozdenović ato momentet e uljes dhe të ngritjes, shohim që ka një ecuri më konstante. E bën disi më të veçantë këtë ekip. Po, dhe krahasuar madje edhe me kampionatin e kaluar, Elbasani ka pasur një rritje të madhe, sepse nëse mbajmë mend, ishte tani në këtë kohë në fillimin e fazës 4 të sezonit 2024-2025, Elbasani ishte duke luftuar për vendin e 4-të. Ndërkohë që tani është duke luftuar për kreun dhe duhet të thonë që ka pasur një rritje të madhe gjatë këtij sezoni, është parë edhe një atmosferë mirë. Sigurisht kanë treguar që kanë pasur vazhdimsi edhe ata me ulje ngritjet e veta, sepse aty janë pikë barabarta me vllaznin e Shkodrës, por janë aty dhe duket që kanë dëshirë ta prekin trofeun. Ndërkohë,
nëse Elbasani është skuadra më konstante në kampionat, ekipi më në formë i momentit ishte Partizani. Vinte pas 5 fitoreve radhazi, por nuk e doli dot që të marrë një rezultat pozitiv në takimin me Vorën. Një sfidë e mbyllur në barazim 2-2, një ndeshje mjaft interesante, e zhvilluar mes ditën e së dielës, një ndeshje e cila prodhoi gjithçka, por nuk pati fitues. Se takon statistikave dhe dhënave të kësaj përballje, Luis Felipe dhe Çibujke realizuan për skuadrën vorake, Dumbia barazoi, 2 golat realizuar në shtesën e pjesës së parë, ndërkohë që Çibujke ai ishte përkrisht ai i cili u bë protagonist dhe në limite duke shënuar dhe autogolin e kësaj sfide. Expected goal 1.34 për Vorën, 1 Partizani, edhe ky një detaj interesant, gjuajtje dhe në port 11-5 për Vorën, 9-3 për skuadrën e Demave, mbajtja e topit 44%, 56% në favor të Partizani, duelet fituara 84-79, goditje nga këndi dhe gjuajtje 3-2 për Vorën, 1-0 Partizani, dhe duele errore 19-14, faula 18-17 dhe topat e rikuperuar 78-72. Në këndvështrimin e parë, se takon shifrave, duket sikur edhe këtu rezultati shkon në të njëjtën linjë me atë çka skuadrat kanë prodhuar në fushën lojës? Po, pak a shumë po. Dhe këtu madje edhe numri dueleve ishte pak i ulët. Megjithatë, në bazë të asaj se çfarë prodhua, ekipet mund të themi që morën atë që meritonin, pavarësisht se ndoshta te Vora mund të jenë të mërzitur për mënyrën se si shkoi ndeshja, kartoni i kuq i Partizanit, autogoli në fund. Duhet thënë që duke marrë parasysh edhe curinë e Partizanit, po ditë ekipi Vorës me 3 pikë do të ishte një shtys shumë e madhe për ta edhe në luftën për bjetesë, sepse do t'i largonte disi më shumë nga, le të themi, nga ajo zona e rrezikut. Megjithatë, ndeshja shkoi si shkoi dhe të dy nda nga 1 pikë. Vora skuadër simpatike në gjysmën e parë të kampionatit, ndërkohë që ka pësuar një rënje të konsiderueshme. Edhe fakti që nuk arriti do të marrë 3 pikë me Partizanin e penalizon akoma dhe më shumë, e ka përfshirë në garën për mbjetesë. Pse po ndodh kjo performancë e skuadrës vorake? Nuk po arrin dot të tregojë identitetin e saj siç ishte në 2 fazat e para, madje ka luajtur pjesën më të madhe të ndeshjeve të fazës së tretë në shtëpi, në stadiumin e Vorës. Shikon, Jurgen, Superliga është kampionat i vështirë, dhe sidomos për ekipe që vinë nga kategoria e parë, sepse edhe ekipet më pas ndryshojnë shumë. E kemi parë këtë qoftë me Femërtarin, qoftë me Vorën. Pavarësisht se Femërtari ka qenë pothuajse gjatë gjithë sezonit ka qenë pak a shumë në atë luftën e mbjetesës. Vora nisi disi më mirë, por është çështja e eksperiencës, është çështja e ekipit vetë që era parë ndoshta në Super League edhe gjërat janë pak më ndryshe se që funksionojnë në kategorinë e parë. Megjithatë, ata kanë treguar performanca të mira, dhe ndeshja me Partizani ishte performancë mjaft e mirë, duke marrë parasysh që po luanin kundër një ekipit më në formë për momentin në Super League, kështu që mund të merrnin diçka më shumë, por pastaj varet se si do ta përkthejnë atë në ndeshjet pasardhëse. Ishin mjaft agresiv që në fillimin e sfidës, madje në pjesën e parë ishte dominuese skuadra Vorës me rastet e krijuara, sfidat të cilat i kemi ndjekur. Lidhet pikërisht edhe me episodin e minutës së 13 presingu që ushtron skuadra e Bellajt. Po, është pikërisht tu gjenden pak a shumë në një shkojnë të bëjnë një pressing 1-1, ku mundohen të kapin secili lojtar Partizan për mos t'i lënë të luajnë thjesht. Dhe rezulton më pas që Partizani nuk mundohet ta qarkullojë topin, por megjithatë ekipi i Vorës i detyron të luajë një top gjatë përpara dhe duke arritur të marrë edhe topin në zotërim më pas në kalimin e kohës. E kishte administruar mirë, ka përshtypjen edhe Partizani, kishte analizuar lojën e kundërshtarit, sepse në momentin që skuadra ishte e vendosur në një situatë ku kërkonte të shtonte përpara, Partizani kërkonte që të qetësonte lojën. Është kontrolli i lojës, pikërisht episodi i radhës që ke përzgjedh për të analizuar në minutën e 15, është ai episodi që tregon qetësinë e menaxhimit lojës nga skuadra e Partizanit. Një element, një karakteristik, besoj. Ishte edhe mënyra se si kërkonin të dinin përpara, sepse po të shikojmë janë lojtarë të gjithë në lëvizje që në momentin që pasojnë topin janë pasim lëvizje dhe krijojnë më pas. Duke mbuluar njëri tjetrin. Po, duke mbuluar njëri tjetrin, duke munduar të prekur çdo zonë. Ndërkohë, këtu vetëm pastaj me një pas që ekipi i Vorës nuk arriti do ta mbulojë, Partizani arriti të dalë mjaft rrezikshëm përpara, duke krijuar ndoshta mund të kishin krijuar një mundësi më të mirë shënimi, por pasimi i fundit nuk erdhi siç duhej, dhe po të shikonim hapësirat ishin shumë të mëdha në pravavije vorake. Interesant edhe goli i Partizanit i shënuar në minutën e 7 kohës shtesë, dhe një herë pasi Vora arriti që të shënojë golin e qetësisë, golin e dytë, vjen goli i Dumbias, episod tjetër që ka ndoshta nevojë edhe për pak interpretim, sepse mënyra se si u ndërtuai aksion, për te fakti që goli ishte shumë i bukur,
vinte nga një situatë interesante, besoj. Po, sepse u mundua ekipi Partizanit që ta kalonte me shumë lojtarë të mbulonte zonë që është pak a shumë në krahun e majt, qendrën e majt, le të themi, në prapavijën e ekipit të Vorës. Dhe është pikërisht Dumbia që arrin të sulmoj, po të shkojmë atë rrethin e verdh aty, duke marr topin, dhe këtu janë mbledhur 4 lojtarë Partizanit në atë krah, dhe Dumbia që gjendet vetëm, sepse nuk e shikon njëri nga mesfusha ose nga mbrojtja e Vorës, dhe arrin të bëjë një gol mjaft të mirë, që ndoshta si expected goal nuk është shumë i lartë si vlerë, sepse ishte rast gjuajtje nga 16 metra, kishte disa një lojtar dhe portierin përpara, por arriti të finalizojë dhe të gjuajë mjaft mirë. Shumë interesante kjo pjesë që sapo preke. Na tregon pak si bëhet vlerësimi expected goal, sepse ka shumë situata që ndonjëherë tifozët kanë pretendime se nuk ka qenë i saktë sa duhet expected goal, apo ka qenë më i ulët se sa mundësitë që ka patur një skuadër. Si bëhet vlerësimi? Ideja është e thjeshtë, sepse për shembull po marrim qoftë me penalltin, është diku te 0.75. Pra, pak a shumë 7 ose 8 penalti shënohen, edhe është mundësi shumë e lartë sepse ti ke vetëm portierin përballë, edhe në ato raste ti mund shënosh gol. Sa më afër portës djesh dhe sa mos kesh pengesa përpara, mos kesh lojtar, aq më i lartë është ai numri. Pra, nëse do ishte tek 5 metrësh porta do ishte boshatizur, do vinte një gjuajtje, expected goal do të ishte mjaft i lartë. Ndërkohë, nëse gjuajtja do të bëhet nga 30 metra, ka shumë lojtarë përpara, është portieri, atëherë momenti që bëhet gjuajtja, ajo vjen e bëhet akoma më e ulët. Interesante për të kuptuar edhe më qartë se si funksionon expected goal, sepse është një element i futur vonë tashmë, kam përshtypjen nuk ka shumë kohë që është integruar edhe për publikun e gjerë. U bë disa vite që është në ambientin e statistikave, le të themi. Po them për publikun është e vërtetë që nuk ka shumë kohë, por gjithsesi është shumë interesante për ta ditur, sepse gjithmonë njerëzit bazohen te ato gjuajtje të port, ndërkohë që mund të vinin, po them, edhe 10 gjuajtje në port që vinin nga 30 metra. Ndërkohë që tani po të shikojmë janë pak a shumë në bazë të asaj që shkruar nga pozicioni ku është bërë ai gjuajtje që vlerësohet edhe expected goal. Mjaft interesante, ndërkohë që gara për Final Four, krahas Partizanit që ka bërë atë hapin galopant dhe arriti në vendin e 4, bëhet akoma dhe më interesante me Teutën që arriti të marrë një fitore shumë të madhe përballë Dinamo Cityt. Një triumf i skuadrës Dursake që afron akoma dhe më shumë me Krejon dhe një farë mënyre në javët e mbetura do tentoj që të rikuperoj akoma dhe më shumë distancën, e pse jo të bëhet pjesë e zonës së titullit, të jetë pjesë e Final Four. Se takon rezultatit 0-1, një fitore e rëndësishme e ekipit Dobit, vendosur nga goli i Arifit në minutën e 31. Expected goal vetëm 1 për Dinamo, 1.21 skuadra e Teutës, ekuilibër në këtë drejtim. Gjuajtjet në port 11-2 për Dinamo Cityn, 10-1 për ekipin e Teutës, një gol i realizuar, mbajtja e topit 67% për Dinamon, 33% për skuadrën Dursake, duelet fituara 86-94, goditje nga këndi dhe gjuajtje, 4 goditje nga këndi Dinamo, asnjë goditje, 4 po ashtu Teuta, një tentativ, duele erore 16-16, ekuilibër, faula 15-16 dhe topat e rikuperuar 73-65. Bien në sy fakti që skuadra e Dinamos ka mbajtur më shumë topin, ndërkohë që Teuta është treguar më cinike, ka shfrytzuar maksimalisht atë mundësi që është ofruar minutën e 31 me Arifin për të shënuar golin e fitores, golin e 3 pikëve. Po, dhe është gjithashtu edhe një nga rastet që ne kemi vendosur që kemi zgjedhur për sot. Dinamo është e vërtet Teuta u treguar cinike dhe ekipet po të shikojmë edhe në bazë statistikave qoftë në gjuajtjen e port, qoftë në expected goals ishin aty. Këtu është rasti i parë që ne kemi përzgjedhur, është menjëherë pressingu i Dinamos, i cili me 2 sulmuesa vet kërkon të bllokojë qendërmbrojtësit kundërshtar dhe për të detyruar që ta luajnë me top gjatë, por ekipi i Teutës duhet të thonë që kishte studiuar këtë pressing të Dinamos, sa thamë që mundohen të bëjnë një pressing rëmb javës së kaloi, dhe menjëherë vinin shpesh topat e gjatë në të dy krahat e mbrojtjes. Tu shikojmë që Ismaili vendos mos shkoj tek topi dhe pritet Nani, i cili të shkojë të sulmoj, që është me sushor për të mos lënë hapësira mbrapa. Megjithatë, Teuta me 2 pasime të shpejta me një top në thellësi, arrin që të shkojë menjëherë te porta Dinamovite
pavarësisht se ndoshta nuk arriti të krijoj një rast, por ishte një situatë, le të themi, pak e pasigurt për Dinamo. Skuadra e Ilir Dajës në anën tjetër u mundua, provoi, ka hasur shumë vështirësi në vitin 2026, vetëm një fitore me Vorën dhe atë në limite, përsëri përballë Teutës e pati të vështirë. Duket sikur e ka humbur disi atë ritmin, u konsiderua një nga pretendentët kryesor, ndërkohë që tashmë shojmë dhe jashtë zonës Final Four. Po, por duhet thënë që pavarësisht kësaj, Dinamo nuk është se ka rreshtur së prodhuari. Pra, lojën e ka prodhuar, thjesht rastet që ka pasur në dispozicion nuk kanë arritur dot të finalizojnë në mënyrën e duhur dhe gjithashtu ka pasur disa probleme në mbrojtje sepse përderisa nuk fiton edhe pastaj e pson. Megjithatë, në bazë të asaj çfarë është prodhuar, Dinamo në fakt duhet ishte më lart në renditje në atë që ne kemi parë, por tashmë ndoshta është edhe pak ngërçi psikologjik, sepse gjërat nuk shkojnë gjithmonë ashtu siç duhet, por ndoshta tashmë duhet ka ardhur ai momenti që ata do duan ta bëjnë kthesën, sepse në qoftë se vazhdojnë rezultate negative, atëherë edhe Final Four largohet më shumë. Për të shkuar tek episodi i dytë, pikërisht tek skuadra e Dinamos, është mënyra se si e ka interpretuar, si e ka përgatitur një farë mënyre dhe në ato pak minuta të para këtë sfidë me Teutën. Po ishte strategjia që Dinamo mundua menjëherë të ndërtonte me 3 lojtarë mbrapa, gjë që tashmë shohim shpesh, pavarësisht se ekipet nisin formacion me 4, por ndërtojnë me 3 mbrapa. Është futje Ismaili dhe pastaj topi që ndryshon krah dhe shikojmë ekipin Dinamovit që mundohet të sulmoj me sa më shumë lojtarë zonën kundërshtare dhe arrin të fitojë një goditje nga këndi pasi dalë mjaft mirë, kur edhe ekipi të Utës duhet thënë që nuk është se ishte i vendosur mirë pas nisjes së topit, ishte pak i shpërndar, megjithatë arritën që të evitojnë një episod që mund bëjë më i rrezikshëm. Tranzicionin e pati mjaft pozitiv skuadra e Nëndezës Blu, edhe për ta përcjellë në episodin e radhës, u interpretua mjaft mirë, pavarësisht rezultatit, pati një reagim. Ajo çka edhe ju thatë më herët që skuadra prodhon, arrin të bëj mirë. Po, ishte një episod që në fakt ishte edhe i veçantë për Dinamon, sepse ne jemi mësuar të shohim Dinamon që është mësuar të qarkullojë topin. Megjithatë, në këtë rast shikojmë Bregun i cili ka sulmuar me shumë shpejtësi zonën, por edhe ekipi i Teutës, siç u përmend, u kthye menjëherë me 6-7 lojtarë mbrapa me shumë shpejtësi dhe arritën të evitojnë një gjuajtje që mund të kishte ardhur në atë zonë, e cila pastaj mund të rritej. Dhe këtu për shembull nuk kemi për ta shpjeguar, nuk kemi expected goals fare, sepse nuk ka pasur një gjuajtje, por një tentativë. Po të kishte një tentativë nga Bregu, ndoshta mund të ishte pak më lartë se sa zakonisht. Dhe Bregu është lojtar që e ka goditjen, e ka treguar gjatë këtij kampionati. Për të shkuar tek goli i Teutës, nëse Dinamo nuk arriti dot të konkretizonte, edhe për merit skuadrës dursake që u mbrit mirë, Arifi ja doli që në atë mundësi të vetme reale të shënonte në minutën e 31. Një aksion që nis që në 29:40. Po, është Votlaj i cili e lind këtë lloj aksioni sepse arrin të dalë mjaft mirë nga presingu i Dinamovitëve. Daci që bën një lëvizje shumë të mirë mbrapa shpinës së ekipit Dinamos dhe po ta shikojnë edhe në rastin që parë ishte po Daci që u hapte në krah, pra ishte diçka manovre studiuar mirë dhe shikojmë menjëherë 4-5 lojtarë në zonën e Utës, në zonën e Dinamos dhe Arifi që merr topin pasi u humb ndoshta në markim nga ekipi Dinamo sepse më pas arriti dhe të realizon. Një zonë përfiton ndoshta edhe nga përgjumja pak e mbrojtjes sepse në një hapësirë aq të vogël ja doli që ta menaxhoj topin dhe ta dërgojë në rrjet. Është ajo, por gjithashtu ishte edhe zotësia dhe ftohtësia e lojtarit në atë pa diskutueshme, pa humbur meritet as pak. Në atë zonë sepse nuk është gjë e vogël edhe pavarësisht se gjuajtja nuk është se erdhi me forcë më të madhe, por ishte e saktë dhe i dha në fund ditës e ka fitoren ekipit të Utës. Dhe bën kampionatin akoma dhe më interesant dhe akoma më të bukur. Me që jemi tek gjërat e bukura, them që të shkojmë edhe te goli më i bukur i kësaj jave të 28. Një gol që ka nevojë ndoshta edhe për një interpretim. Është goli i shënuar në sfidën mes Flamurtarit dhe Elbasanit. Nëse Flamurtari nuk arriti dot të marrë pikët, mund mjaftohet ndoshta edhe me golin e shënuar nga Hamza Rahman në minutën 65. Dyshoj se ata do ta mendojnë njësoj, por në këtë rast për ne këtu shikojmë 4-2-3-1-shin e ekipit Flamurtarit në momentin e ndërtimit dhe shikojmë pikërisht Rahmani, i cili ishte një nga dyshët e mësueshit. Menjëherë sapo topi shkon krah, ai shkon të sulmojë thellësinë duke arritur ta marrë topin i vetëm dhe me një lëvizje mjaft bukur shmanget mbrojtësit kundërshtar duke shënuar një gol
spektakolar do thoja dhe duke ngushtuar diferencën për ato minuta të mbetura me Elbasanin. Në këtë rast expected goal është i lartë sepse edhe pozicioni është i prirët edhe ka një lloj distance pavarësisht se është e hyrja 16 metrëshit. Kështu që thjesht për ta shpjeguar dhe për shikuesit se më vonë ta kenë qartë edhe. Vërtet një gol spektakolar për të shijuar në kampionatin shqiptar. Kemi her pas herë në fakt gola se si i Raman edhe i Dumbian në takimin e Partizanit, madje ka qenë gara e fortë mes këtyre dy golave për të fituar këtë çmim të veçantë që e përcakton Federata Shqiptare e Futbollit. Nëse java 28 e bëri shumë interesant kampionatin, java 29 do të jetë betejë e vërtetë në 5 stadiume, 5 takime të cilat do të jenë të jashtëzakonshme, do të jemi në një maraton të vërtetë e në vijim do të jemi edhe për të analizuar atë çka do të prodhoj kjo javë 29. Do të nisë gjithçka me Elbasani e Egnatia, sfidë që do të luhet të premten në 20 marsit në orën 19, më pas të shtunën në 21 marsit në orën 15 Bylis Flamurtari, në të njëjtën datë në orën 18 Teuta do të presë Partizanin, ndërkohë që edhe Vllaznia do të luajë me Dinamo Cityn. Gjithçka do të mbyllet të dielën në orën 15 në 22 mars me sfidën mes Tiranës dhe Vorës. Do t'i kalojmë shpejt sepse është vërtet shumë interesant fakti se luajnë skuadra për të njëjtin objektiv. 4 ekipet që renditen në pjesën e poshtme të klasifikimit do ndeshin me njëra tjetrën dhe 6 skuadrat që pretendojnë zonën Final Four do të luajnë me njëra tjetrën. Me Teutën që ka mundësinë më të mirë për t'u afruar me vendin e 4. Dhe është pikërisht dhe java parakombëtare edhe, sepse edhe bën edhe më fortë, më interesante këtë garë, sepse pastaj përcakton se si do jetë ambienti nëpër secilin ekip për 2 javat e ardhshme. Që Teuta ka qenë gjithmonë aty, pavarësisht se ka pasur pak ulje javët e fundit, por ka qenë aty në garën për Final Four duke filluar që nga fillimi i sezonit. Megjithatë, ekipet janë me të vërtet tashmë do të jetë java ndoshta më interesante e këtyre që kemi parë deri tani, sepse çdo kush ka objektivin e vet dhe çdo kush do luftoj me atë ekip që do të marrë vendin ose do të krijojë diferencën për të Dinamo City do të luajë sfidën ndoshta që mund të përcaktoj shumë për fatin e këtij sezoni, do të jetë në transfertin në Vllaznin me skuadrën kryesuese. Ka patur edhe ato përplasjet në distancë mes të dyja skuadrave, prendimeve në 3 takimet e mëhershme. Si e sheh këtë sfidë? Mund të themi që është ndeshja dhe 2 filozofive ndryshme taktike, do ta thoja unë, pa dashur të futem shumë në ato polemika që janë krijuar më përpara. Janë 2 modalitete ndryshme taktike dhe do të jetë sfidë mjaft e fortë për të parë dhe për të parë se si do të shkojë ndeshja. Do të jetë emocionuese dhe me të vërtetë Dinamosi duhet tashmë të marrë 3 pikët, por gjithashtu edhe Vllaznisi duhen 3 pikët për të mos sepse çdo gjë mund të ndodhë edhe te Elbasani e Egnatia dhe mund të humbin edhe Kreun në rast diferenca në fund ditës, po dhe tashmë janë çdo pikë bën diferencën duke marrë parasysh që edhe më vonë do të përgjysmohen. 4 skuadrat e fundit betejë me njëra tjetrën. Tirana do të luajë takimin me Vorën ditën e diel, ndërkohë që do të jetë Bylisi që do të presë Flamurtarin për ta përmbledhur dhe për ta përmbyllur si e sheh këtë duel në distancë mes këtyre 4 skuadrave në 2 takime. Po është përcaktuese shumë edhe për javën e vijim për të 4 ekipet, sepse tashmë nuk ka diferencë edhe me çdo ndeshje që do të luhet, por këto janë ndeshje që kanë ndoshta edhe vlerë më të madhe, jo vetëm pikësh, moral, por gjithashtu dhe morale, sepse luajnë kundërshtarëve direkt dhe do duan të marrin maksimumin. Mbetet për të parë se si do të shkojë dhe ne mezi po e presim që t'i analizojmë së bashku. Mezi e presim që t'jemi përsëri javën e ardhshme në analizë superiore. Falenderoj shumë Xhain Tukun, i cili ishte si çdo javë, çdo të mërkur në analizë superiore me atë botkuptimin e tij mjaft interesant. Faleminderit ty Jurgen, edhe është gjithmonë kënaqësi, jam i lumtur që po bëjmë diçka kaq të veçantë së bashku. Kënaqësi dhe për mua. Kemi ardhur në fundin e këtij transmetimi, bashkëndajemi këtu, por ju ftoj që të qëndroni në programacionin e VSHF TV për të mos humbur asgjë nga bota e sportit në vend dhe jo vetëm. Ju faleminderit për mua, ndjem shihemi në javën e vijim.